largimit nga skuadra e Cibonës, Dardan Berisha është rikthyer në Kosovë. Basketbollisti kosovar të hënën i është bashkuar skuadrës së tij të re, Sigal Prishtinës. Edhe pse stërvitja kishte përfunduar, MVP Ligës Ballkanike vazhdon të stërvit individualisht për rreth 20 minuta. Berisha, pas një aventure të Cibona, u rikthye sërish në kryeqytet. Ai tregon arsyet pse vendosi të ndahet nga Cibona dhe të vi pikërisht te Prishtina. Ka pas aty mjaft probleme, më fillu prej probleme organizative nështë, toni normal edhe ekipa dhe lojt tona si unë qaq të mira edhe nështë suksesi i ekipit ka mungu, normal në kam qef me lujt atje ku fitohet. Normal edhe probleme financare jënë kon problemi nështë kryesore, edhe nështë aj qefi që unë për më largu, u kon që ato probleme financare më kanë jep një farë plusi, mundësin për më ardhë deri në Prishtinë. Me Prishtinin më në kontakt të në kohën, edhe Prishtina nështë ka pas pak probleme. Tani më kanë lajmëru, ta man Lerandi me Lullin edhe me Luanin. Edhe one, normal, me njëre kom pas atë dëshirë, për normal së konë letë për me lënë Cibonën. Në fillim kom bisedu me drejtorin kryesor Cibonës, Aco Petrovicin. Me ta në fillim, aj nuk u konë shumë për më mleju, por mas që kom folë me trenerin, i kom tregu problemet që i kom folë që së të unë i mirë, nështë ma mirë është edhe për klubin edhe për mund, nështë edhe për munda. E kam kuptu, mas një 10 ditëve, nëse e kam prit një përgjigje prej me, unë të në koni kom bënë që në pëdo më largu. Prishtina në qatë kom kam prit, edhe so konë problem bisedimet me Prishtinën, në me njerë i në marrë vesh. Edhe në fund ka ndodhë që me njerë mas Partizanit, unë e kom dilë 10 ditë ma heret që unë e kom më largu. Kështu që ka edhe që e ditë, edhe po gëzona shumë që jam apet. Ndryshe Berisha thot se edhe Eurocup ishte një ndër arsyet kryesore që e bindi të kthehet te Prishtinasit. Prishtinë po luan Eurocup, është vendi jam, një nasion shpe, kom lujt këtu 2 vjetë, një trenerin. Okej, do lojtarin një, shumicën s'pi një, po menoj që me ko më me bërë diçka të mirë. Normal ajo kon Eurocupi, që ka FIBA Eurocupi që kena me lujt është sendi kryesor që më ka shti për marrë në Prishtinë. Sigur që edhe Prishtina mos t'kish lujt në FIBA Eurocup, nështë s'kish dasht me bo qëtë ekip ose nuk më kish shtirë nështë edhe mu për me lujt veç në Balkan League edhe në Ligë Kosovës. Amo kjo kon interes nështë a i për bashket, unë e më pas qef me kon afer familjes. Polonia është liga e fort, po më besoj që Prishtina e ka bo një ekip. Ta është edhe me ardhin temen, është ta qashtë forca që pa problem këshim mujtë me lujtë gjithë ligë në Evropë. E kum pa edhe ABA ligën që shlunë, këna shembull Sutjesken, e cilën e këna mujtë edhe në ABA ligë po të regon lojë shumë të mira, kështu që po besoj që rangu i Prishtinës këtë moment nuk është dalimi i madh me ekipet e Evropës, po folje mesatarës për menja të Euroligën. Dardani ka folur edhe për grupin e të cilën gjendet Prishtina në Eurocup, duke cilësuar shortin si teje të vështirë. Cibonën e kena pat grupin shumë atletë që ka Prishtina ka grupin tepër të vështirë, ndoshta më të vështirin që ka mujtë me pas. Po është një challenge me po ashtu për neve. Po besoj që me kalu grupin kish me qenë sukses shumë i madh për Prishtinën, normal nuk po shkojmë atje për mu dorëzu. Plus na kanë radhë udhime shumë gjata edhe të mundimshme, kështu që s'ka me qenë lehtë. Plus na po luajmë edhe në ligë të Kosovës, edhe në Balkan League, edhe tashti këtë FIBA Eurocup, kur i merr krejt ato udhime që kena me bo dhe krejt lojë, ka 2-3 lojë në javë. Po besoj që ka me konë tepër vështirë, për që ta ndoshta kena edhe lojtar mjaft shumë, ama sigurt jena të motivuar, unë sigurt jam kam erë 100% prej vetes, edhe kam i shtinë është edhe lojtar tjerë për me bot njëtin sen, për me arrit sukseset edhe qëllimet tona që Në fund, MVP Ligës Ballkanike zbuloi synimet e tij me Bardhë Kaltrit. Normal që po, domethënë qëllimet kryesore janë titujt në Ligën e Kosovës edhe në Balkan League. Balkan League për mendim tim është pak më adopt se që ka qenë 2 vitet e fundit, po na situata nuk është aq e lehtë për shkak të shumë lojëve që i kena. Besoj që kena me pas edhe fat, mos me lëndime, s'kan me na lëndu lojtarët edhe ka me shkuaja krejt që duhet.
Normal me mbrojt titullin e Ballkan Ligës, edhe në Kosovë krejt çka është e moshën me fitu. Edhe normal, unë e thash, kryesori është ajo FIBA Eurocupi atje, edhe nëse hupim ndonjë ndeshje edhe në Ballkan Ligë edhe në Ligë Kosovës, ato mundesh me përmirësu gjatë kohës. Në FIBA Eurocup nuk e ki qatë mundësi, domethënë duhet në fillim më koncentru pak më shumë aty. Edhe pse jo me luftu për me kalu prej grupit që kish me qenë sukses atëhere me këqyr kush na bjen në grup, nështë ta kena fat me na rad me dikon ma atlet, nështë ta me shku dhe ma shumë edhe për me bu një diçka për me të tepër të madhe, edhe pse veç hyrja në Prishtinë në FIBA Eurocup është shumë e madhe. Në fillim kur im shku në Cibon, Prishtina s'ka pas me lutë kërka heq, për që ata e kom pas me let me vendos për më largu, sigur tu kish ditë që Prishtina ka me lutë në qëtë FIBA Eurocup ose në ligë tjetër ma të fortë si Ballkan Liga, normal që e kisha mendu edhe pse Cibona është normal emën i madhe dhe s'pivi pjeshmon që në konat organizate edhe në atë emën që është madhe. Berisha pritet të jetë i gatshëm për ndeshjen e së mërkurës që Sigal Prishtina e zhvillon në kuadër të ligës ballkanike ndaj Kozhuvit.